Djathi i dhis perfekt për kurimin e këtyre tre sëmundjeve, vetëm se duhet hani në këtë mënyrë. Me shije kremoze dhe të veçantë, djathi i dhis është një produkt i qumshtit që shijohet pothuajse në të gjithë botën. Ai vjen në një shumëllojshmëri të shijes dhe teksturës, nga i butë dhe i përshtatshëm për bukë deri te i kripur dhe i fortë. Djathi i dhis për shkak të përmbajtjes së ulët të laktozës është më i lehtë për t'u tretur nga trupi ynë, duke lehtësuar kështu edhe procesin e tretjes, kështu që është një zgjidhje e shkëlqyer për njerëzit të cilët janë intolerant ndaj laktozës. Në të njëjtën kohë, të gjitha lëndët ushqyese dhe mineralet që gjenden te djathi i dhis do të ofrojnë gjithashtu një mburojë mjaft të mirë ushqyese në dobi të shëndetit edhe në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu, riboflavina, e cila gjendet edhe në madhësi të madhe të djathi i dhis, ndihmon në funksionet e duhura të sistemit tuaj nervor dhe mbron gjithashtu edhe qelizat tuaja nga oksidimi. Një nga karakteristikat kryesore të djathit të dhis është edhe përmbajtja e ulët e laktezinës, proteina e cila gjendet te djathi dhe paraqetet e ndryshueshme në krahasuar me djathrat e tjerë, kryesisht për shkak të përmbajtjes së aminoacideve dhe përbërjeve të tyre unike ushqyese. Si rezultat, djathi i dhis është një zgjidhje mjaft e mirë kundër problemeve të alergjisë. Djathi i dhis është i njohur gjithashtu si çevre dhe bëhet nga qumshti i dhisë. Ai vjen nga një larmi të aromave nga djathi i freskët, i butë dhe i prapur në djath të kripur dhe i thërmuar. Të gjitha llojet e djathit të dhis janë të ngarkuar me lëndë ushqyese thelbësore, me yndyrna të shëndetshme, me proteina, vitamina, minerale siç është vitamina A, vitamina B2, vitamina C, kalcium, magnez, fosfor, kalium, bakër, gjithashtu dhe zink dhe selenium. Djathi i dhis konsiderohet si një alternativë shumë e mirë për djathin e lopës, i cili bëhet nga qumshti i lopës që përmban proteina me cilësi të lartë tretëse, por pak laktozë dhe nuk shkakton gjithashtu dhe alergji. Djathi i dhis ofron një numër të lartë të përfitimeve për shëndetin, por le t'i hedhim një sy përfitimeve që do të merrni nga konsumi i djathit. Sipas Bright Side, është i mirë në uljen e problemeve të kolesterolit. Djathi i dhis është i pasur me acide yndyrore të pangopura që përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe inflamator. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrient zbuloi se njerëzit mbi peshë me një rrezik të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumonin 60 gram djathë dhije për 12 javë rritën në mënyrë të konsiderueshme kolesterolin e mirë. Djathi i dhis ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndërsa djathi i dhis është i bërë nga qumshti i dhis, konsumi i tij mund të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës, pasi është i pasur me acide yndyrore, kripra që treten shumë shpejt dhe sigurojnë gjithashtu një burim të menjëhershëm të energjisë për nevojat e trupit. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit që konsumojnë në një mëngjes të bazuar në qumësht dhije dhe që përmban djathë dhije ulën ndjeshëm gjithashtu edhe dëshirën për të ngrënë. Kjo rezulton në ulje të urisë krahasuar me një mëngjes me bazë qumshti lope. Një studim tjetër tregoi se djathi i dhis është efektiv në zvogëlimin e peshës trupore, BMI-s dhe perimetrit të belit tek njerëzit të cilët vuajnë nga mbi pesha. Djathi i dhis do të mbështesë edhe kocka më të forta. Djathi i dhis është një burim shumë i mirë i mineraleve thelbësore të tilla si kalciumi, fosfori dhe bakri, të cilat kërkohen nga trupi ynë për të ndërtuar kocka të forta dhe të shëndetshme. Kalciumi është një mineral i rëndësishëm që do të ndihmojë ndjeshëm edhe në ndërtimin më të mirë të kockave, i cili mund të mbajë kockat tuaja më të shëndetshme dhe gjithashtu edhe më të forta. Bakri është një mineral gjurmë thelbësor që është zbuluar se luan një rol të madh edhe në shëndetin dhe mirëmbajtjen e kockave tuaja. Djathi i dhis është një produkt i mirë ushqyes edhe kundër problemit të akneve. Djathi i dhis përmban acid kaprik, që është treguar se posedon veti të mira antiinflamatore dhe antibakteriale. Studimet mbi kafshët kanë treguar se
Acidi kaprik është efektiv në luftimin e problemeve të akneve, lloji që mund të shkaktojë gjithashtu edhe më shumë puçra në lëkurë. Përfshirja e djathit të dhis në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një alternativë e çmuar ushqyese, kremoz dhe i veçantë në shije. Djathi i dhis është një produkt i qumshtit që shijohet pothuajse në të gjithë botën. Është në dispozicion në disa aroma dhe cilësi nga e buta deri te e përshtatshme, më e kripur dhe më e fortë. Ekspertët këshillojnë në konsumin e djathit të përgatitur në mënyrë natyrale. E vlerat e tij që do të merrni për shëndetin do të jenë më të larmishme dhe gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Pak më i fortë në shije të ndryshme. Djathi i dhis është një nga produktet më të mira të bulmetit që mund të shijohet nga kushdo. Edhe pse përgatitet në të njëjtën metodë si djathi i lopës, ai i deles, djathi i dhis ka sasi të tjera që lidhen me vlerat ushqyese. Një nga vlerat më të mëdha është pikërisht acidi yndyror që ky djath përmban, i cili luan një rol kryesor edhe në peshën trupore. Duke qenë se është i lehtë për t'u tretur sesa djathi i lopës ose djathi i deles, ky djath është perfekt për të gjithë ata të cilët kanë edhe intolerancë të theksuar ndaj laktozës. Për të realizuar përbërjen dhe përgatitjen e tij në kushte shtëpie, ju duhen këta përbërës: 1 litër qumësht të dhije, 4 lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja e këtij djathi në kushte shtëpie bëhet në këtë mënyrë. Sigurisht që djathin e dhis mund ta përgatisni edhe me mullzë, por ju tregojmë një mënyrë të thjeshtë në përgatitjen e tij. Në një tenxhere vendosni për të zgjerë qumshtin e freskët të papasterizuar të dhis. Pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe shtoni aty sasinë e këshilluar në recetë dhe lëngun e limonit. Nëse dëshironi mund të zëvendësoni lëngun e limonit me uthull molle ose rruzh të bardhë. I përzieni në një garuzhde ose lugë druri disa herë, kështu që mund të përshpejtohet përthithja e limonit. Vendoseni atë në zjarr të ngadalë dhe e lini të vlojë derisa të shihet që qumshti është prerë. Kulloni qumshtin në një copnape dhe hirrën e mbetur mund ta përdorni edhe për të përgatitur shëdhirën e djathit. Napën e mblidhni mirë dhe e lini të kullojë plotësisht. Një proces i tillë do të kërkojë rreth 3 deri në 4 orë. Pasi të ketë kulluar i gjithë uji, djathi do të jetë gati. Duke qenë se ky djath nuk përmban krip, është ideal edhe për të vegjëlit, ose për personat që vuajnë gjithashtu edhe nga tensioni i lartë. Kështu ruhet edhe shija e plotë dhe unike e djathit të shëndetshëm. Megjithatë, nëse preferoni receta, mund t'i shtoni ato edhe në recetat tuaja të momentit. Të shtoni kështu lëngun e limonit, 1 litër gjedhe me 1 litër qumësht. Gjithashtu, kjo përbërje do t'jap rezultate fantastike edhe në shijen që do të ketë për ju. Nëse dëshironi përgatitjen e djathit, mund të ndiqni këtë recetë të cilët e këshilluam më herët për të marrë vlera shëndetësore që djathi do të ketë në organizmin tuaj. Djathi ju ndihmon të qëndroni gjithashtu më në formë. Kjo ndodh falë substancës të quajtur butirate që gjenden në shumë lloje të djathrave. Studiuesit këshillojnë në konsumin e djathit pasi që ai ndihmon edhe në forcimin e metabolizmit. Djathrat që kanë në sasi shumë të larta të substancave nxisin stomakun të prodhojë gjithashtu edhe substanca të tjera dhe të keni përfitime të dyfishta prej konsumit të tij. Djathi mund të parandalojë edhe shfaqjen e radikaleve të lira. Nga një studim ka dalë se pikërisht sasia e butirateve që gjenden te djathi mund të mbrojë zorrën e trashë nga problemi i shfaqjes së radikaleve të lira dhe gjithashtu të reduktojë dhe inflamacionet që dëmtojnë zorrën e trashë me kalimin e kohës. Djathi ndihmon gjithashtu për të forcuar më mirë masën tuaj muskulare. Djathi është i pasur me proteina dhe një zgjedhje e shkëlqyer për të formuar muskujt. Kjo pasi proteinat janë të përbërje të aminoacideve që janë element që ndërtojnë gjithashtu edhe indet dhe muskujt tuaj. Nëse doni kocka më të forta, këshillohet që të përfshini djathin me do e mos në dietën tuaj. Kështu do të merrni mineralet ushqyese për të cilat kockat kanë kaq shumë nevojë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.